Përshëndetje të nderuar qytetar. Këtë interpelancë kam kërkuar sepse ka të bëjë me interesin kombëtar i cili sot po cënohet vetëm për interesa korruptive dhe afera korruptive. Tani më jo nëpërmjet një kompanie apo një tjetër, por nëpërmjet një krijimi të një kompanie shtetërore e cila bashkëpunon me kompani të tjera private për të ndërtuar afera korruptive. Kjo është kompania Kajo. Kjo interpelancë bëhet për të kërkuar sqarime mbi një çështje që prek drejt për drejt sigurinë kombëtare të Shqipërisë, paratë e çdo taksapaguesi shqiptar dhe reputacionin e vendit tonë brenda NATO-s. Çdo qytetar shqiptar ka të drejtë të kuptojë se çfarë po ndodh me paratë dhe sigurinë e tij. Në vitin 2024, ku vendi miratoi një ligj për krijimin e një kompanie shtetërore e quajtur Kajo, e cila drejtohet nga Ardi Veliu, qëllimi i deklaruar ishte të krijojë një instrument shtetëror për prodhimin dhe tregtimin e pajisjeve ushtarake. Një ide e arsyeshme në vetvete, por ajo që ndodhi pas miratimit të ligjit nuk ka të bëjë me mbrojtjen e vendit, por ka të bëjë me afera të mirëfillta korruptive në cënim të sigurisë kombëtare të vendit. Për shembull, kompania Kajo ka bashkëpunuar me kompaninë Timak, SHPK të zonjës Arjeta Puca, një zonjë kjo e cila është promovuar shumë më përpara nga vetë kryeministri, madje thirrur edhe në podcastin e tij, dhe me këtë kompani Kajo SHPK vendos të bashkëpunojë për të krijuar një kompani tjetër e cila do të quhej Timak Defense. Po çfarë ndodh me këtë kompani që deklaronte 10 miliona euro xhiro? 49% e kësaj kompanie i shitet një personi që quhet Ron Jefet. Ron Jefet, miku i Edi Ramës, një njeri ky që ka ardhur dhe ka kërkuar edhe të blej borxhin e Shqipërisë, një njeri ky që bashkëpunon edhe me biznesmen të niveleve më të larta ruse, një njeri ky i cili është në hetim për afera korruptive të majme, jo vetëm në Shqipëri, po në të gjithë botën, një njeri i cili gjithashtu është i përfshirë dhe ka përgjegjësi direkte për humbjen e vendimit të gjykatës në gjykata ndërkombëtare të Shqipërisë me biznesmenin amerikan, një njeri ky i cili vetëm hijet e tij e faktojnë përfundimisht lidhjen me korrupsionin dhe lidhjen me Edi Ramën. Ky njeri blen këtë 49% të kësaj kompanie për vetëm 450 euro. 450 euro kushtoi kompania që bënte xhiro me miliona e miliona euro. Dhe çfarë ndodh? Pas 4 muajsh që Ron Jefet blen 49% të Timak, atëherë krijohet bashkë me Kajon Timak Defense, e cila në 3 muaj më vonë merr 10.5 milion euro tender tek Ministria e Mbrojtjes. Të investosh 450 euro për 49% të një kompanie dhe për 4 muaj të marrësh 10.5 milion euro tendera. Dhe këtë e bën miku i Edi Ramës me kompanitë që krijon Edi Rama, Ron Jefet. Me një gush 2025, Kajo bashkëthemelon me kompaninë MSSC, kompaninë MKD, Muslim Keta Defense, ku 80% i takon MSS-s dhe 20% i takon Kajos. Përsëri, dhe kjo me një kapital qesharak prej 35.000 eurosh. Njësoj si që kishte edhe Timak Defense, për 35.000 euro. Po këto dy kompani, një shtetërore, një private, krijojnë një tjetër kompani që quhet Guna Tactical, ku 51% i takojnë Kajos dhe 49% i takojnë MSSC-s. Sërish me kapitalin qesharak prej 35.000 eurosh. Duhet kuptojmë të nderuar miq që kur është krijuar Kajo, ka pasur disa kritere, të cilat i ka firmosur askush tjetër si gjithmonë Belinda Balluku, si zëvendës kryeministre, e cila kërkonte që kriteret duhet ishin të shkruara dhe duhet të ndiqeshin të gjitha njëni. Dhe çfarë doshin kriteret? Duhet 15 milion euro buxhet, por ju keni 35.000 euro. Duhet që të kishit paktën 400 punonjës, ju s'keni asnjë se me atë buxhet që do punsoni. Jo vetëm kaq, por Kajo SHPK nisi me një vrull të jashtëzakonshëm. Çfarë ndodh? Me të krijuar këtë kompani, fillon sulmi ndaj mediave, përkatësisht News 24, të cilës i sulen për t'i marrë godinat, t'i përveçojnë godinat për interesat dhe zyrat e tyre dhe bizneset e tyre në një kohë që ky televizion po denonconte Kajon.
por ky nuk është rasti izoluar. Aktualisht në zonën Kajo gjithashtu po kërkon t'i vjedhë pronën dhe familjes Dervishi në Babru Kodër. Kjo familje e ka këtë pronë edhe me vendim gjykate të formës prerë. Kjo është, zoti ministër, vendimi i gjykatës formës prerë. Gjithashtu ka vërtetimin edhe nga ASHK-ja që janë pronar. Ky është dokumenti dhe dua jap juve të gjitha t'i keni sot me vete. Familja Dervishi ka dhe vërtetimin hipotekor. Familja Dervishi ka dhe vërtetimin nga gjykata për kthimin e pronës. Ka çdo dokument të mundshëm. Po ju nuk pyesti, keni shkuar atje, ja keni marrë pronën, i keni dhunuar dhe i keni larguar nga prona e tyre dhe sot i keni bllokuar dhe rrugën për të shkuar në shtëpi. Dhe jo vetëm kaq, po i merrni inertet dhe ja hidhni mund del shtëpisë kësaj familje. Dhe këta janë një familje që nuk janë kundër që qeveria të bëjë detyrën dhe të marrë një pronë nëse i duhet për sigurinë kombëtare. Por ata kërkojnë që të paguhen, të jepet qeraja, të bëhet një marrëveshje, siç ndodh në çdo vend botës, po jo të bëhet me dhunë. Gjithashtu Kajo është dhe përgjegjëse sepse kjo kompani po bashkëpunon, por ato do t'i shkojmë në detaje në pjesën e dytë të kësaj interpelance, po bashkëpunon me kompani që janë aktualisht në hetim nga NATO, ku të gjithë aleatët tonë, shtetet aleate ja kanë pezulluar veprimtarinë për shkak se është në hetim korrupsion, kurse këtu ajo vazhdon punën, vazhdon biznesin, vazhdon marrëveshjet, sepse këtu Kajo nuk është as për sigurinë kombëtare, as për sigurinë e qytetarëve, por është për të financuar dhe për të bashkëpunuar në vjedhje me qeverinë shqiptare.